Përshëndetjen, sot vendosa që me ju të ndoj një recetë shumë të vjetër të një ëmbëlsire. Do përgatis havëll ftoft, përgatitja së cilës bëhet pa ujë, është shumë e shpejtë dhe e shijshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Këtu unë kam shkri 230 gram gjallë, mirë po vetëm e kam shkri dhe nuk e kam lënë as 1 minutë që të vloj. E largojna nga zjarri, morim një tenxhere. Më mirë kur ta përgatisim këtë lloj të havës është në tenxhere ta përgatisim, të lloj që nuk ngjet dhe në të nuk hedhim fare vaj apo gjallë, vetëm do e fërgoj millin kështu direkt. Ja hedhim 3 gota me mill, gota 250 ml. Vezi zjarrin dhe në temperaturë mesatare do e fërgojmë millin, kështu duke e përzir vazhdimisht nga të gjitha anët, derisa milli fillon që të marrë një ngjyrë si kreme, shumë qele të hapur, mirë po duhet vazhdimisht që të përzihet nga të gjitha anët. Pasi e kemi fërgu dikun rreth 10 minutave, milli ka fillu që të marrë ngjyrën e duhur, atëherë ulim temperaturën në minimale, që mos t'i prishet ngjyra, ta ruaj këtë ngjyrë dhe ta fërgojmë kështu, dhe ja hedhim një gotë, 200 ml ose 200 gram me sheqer pluhur. Tash do e shihni se sa është i fërguar milli, dallon nga ngjyra e sheqerit pluhur, sa është i bardhë sheqeri pluhur dhe sa çfarë ngjyre ka marrë milli. E përzim shumë shpejt që sheqeri pluhur mos të ngele kokra, por të përhapet në për të gjithë sipërfaqen e millit. Nëse gjatë përzierjes nuk arrihen që të hiqen kokrizat e sheqerit të bluar, atëherë marrim një shtypse patatësh dhe me shtypse veprojmë kështu si kur të shtypim patate, që toplat e sheqerit të zhduken, të bëhen pluhur, të bëhen bashkë me millin e fërguar. Varet se sa ka nevojë në për shtëpitë juaja, ju do e shtypni sipas nevojës. Vetëm edhe pak të unë duhet. Pasi sheqeri dhe milli janë bërë një mos, atëherë ja hedhim gjalpin e shkrirë. Pra kur t'ja hedhim gjalpin, bëhet një mos si kur rër plazhi, e fiton atë ngjyrë. Pra kjo duhet jetë dhe ngjyra e kësaj havle, pra në temperaturë minimale, mos harroni, dhe kështu e përzi mirë derisa gjalpat të depërtojnë për të gjithë mosën, të lagët i gjithë milli dhe sheqeri pluhur. Vetëm se ka fillu që të merë ngjyrën e rërës, si që shihni, pra e shtypi mirë që të lagët i tërë milli. Punojmë kështu, si që thash, dikun rreth 10 minutave ose më shumë, derisa masa e millit të lagët tërësisht. Pothuajse gjithë masa e millit është e lagur me gjallë, si që shihni, kemi arritur gjatë përzierjes në çdo cep ta përzim masën dhe ta lagim me gjalpin e shkrirë, atëherë e largojmë nga zjarri dhe më pas masën do e shtrojmë në një enë. Tash masën e përgatitur kështu val të nxehtë do e kalojmë në enë. Mirë po në enë në fillim do hedhim ose lajthi të bluara ose arra, unë kam lajthi, qofse nuk keni mund të shtroni vetëm letër për pjekje. Kështu shtroj një shtresë që më pas kur ta largojmë nga tepsinja, më lehtë të largohet, havlla. Shtroj mirë gjithë sipërfaqen e tepsisë.
Dhe tash e kalojmë havlën e përgatitur. Pra tepsia është në madhësi 20 cm me 13, më e vogël do bëhet më e trashë, kurse nëse është më e madhe tepsia, havlla do del me një trasi pak më të hollë. Tash e marrim një shpakull kuzhine dhe fillojmë që ta përhapim dhe ta shtypim në një sasi të barabartë në të gjithë tepsinë. Pra kështu e nxehtë shumë lehtë shtypet. Kjo është havull e vjetër, recetë e vjetër, e cila gjendet ende shumë në ëmbëltore, mirëpo është në një çmim shumë të lartë. Pra si që shifni, përgatitja është shumë e thjeshtë, mund ta bëj secili në shtëpitë e tij. Pra e shtypi mirë. Pasi e kemi shtypur mirë havlën në sipërfaqen e tepsijës, në anë të kësaj shpakulle kuzhine, munden edhe me lugë, mirë po nuk do t'ju del kështu e rrash havlla. Atëherë marrim një thikë të kuzhinës më të hollën, do e zgjedhni dhe do filloni që ta prejni. Prerjen do e bëni sipas dëshirës, ju si e zgjedhni. Unë do e prej në këtë mënyrë, siç po shihni. Në qoftë se gjatë prerjes coptohen qoshet, do me thënë e formave, përsëri me shtipse do e shtypim kështu me këtë shpakull. Dhe marrim lajthi fëstëk, hedhim mbi sipërfaqen e havlës, i japim një shije shumë të mirë. Dhe fëstëka. Dhe tash havlën do e fusim në frigorifer për 3-4 orë dhe më pas është gati për servim. Havlën e kam largu nga frigoriferi, tash është gati për servim. Pra do e largojmë në për këto vijat, e presim dhe një herë që e pretëm në fillim, pra presim përsëri dhe në për këto pjesët si që kemi prej e largojmë, dhe me thëmë nga hina, largohet shumë lehtë tash. Dhe havlla është gati për konsumim. Besoj se kam ju pëlqyer edhe juve, nëse e përgatitni këtë recetë. Faleminderit gjithëve juve që ndat kohë për këtë video. Miru takoshmi në recetën e radhës.